Në Korçë po vjet re një rritje e numrit të qytetarëve që kërkojnë ndihmë pranë mjekëve psikiatër, duke treguar një ndryshim të dukshëm në mënyrën se si trajtohet shëndeti mendor. Mjeku Spero Binish bën me dije se kërkesat për konsulta janë shtuar ndjeshëm, kryesisht për probleme që lidhen me ankthin, stresin dhe gjendjet depresive, në krahasim me vitet e mëparshme. Paragjykimet po zbehen dhe kërkimi i ndihmës po shihet si një hap i domosdoshëm për mirëqenien personale. Shërbimi jonë është bërë më i aksesueshëm. Domethënë, atëherë kur arrin që nuk mund të funksionojnë, vinë dhe kërkojnë ndihmën. Domethënë është rritur numri i njerëzve që kërkojnë ndihmë tek profesionistët e shëndetit mendor. Shqetësimet janë të lidhura me diagnoza përkatëse. Më kryesoret janë shërbimimet e ankthit. Domethënë, nuk arrin të funksionojë as në punë, as në familje. Çrregullimet e humorit, që shfaqen kryesisht me çrregullime depresive. Mungesë energjie, ulje oreksi, mosdëshirë për të biseduar, për të dalë nga shtëpia, për të shkuar në punë, dhe një pjesë më e vogël janë dhe çrregullime psikotike. Kryesisht kur ankthi është në ato nivele që ka dëmtuar cilësinë e jetës, patjetër nis mjekimi. Ndryshe nga më parë, kur këto çështje shpesh anashkaloheshin, sot gjithnjë e më shumë persona po i drejtohen profesionistëve për të marrë ndihmën e duhur. Sipas tyre, ky zhvillim lidhet me rritjen e informimit dhe me një qasje më të hapur të shoqërisë ndaj shëndetit mendor. Ekspertët theksojnë se kërkimi i ndihmës nuk duhet parë si dobësi, por si një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të cilësisë së jetës.